أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله شكر Allahut formohen këtë dynja të përkohshme me plot gënjeshtra, me plot rrena, po formohet shoqëri që kur e shohësh, gëzohesh, elhamdulillah. Unë e qysh fëmini e kom pas që këtë malë dë njerë këshu vetë, mendohesha, pse s'kemi dë një antarë në familje ose në shoqëni që të marre shumë mali, e në kur ta shohëm, të gëzohemi. Thëm, ku ishe ti? Më duket këtë e ka çdo natyrë e njerëjot, sigurisht numër 1 është aty pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në atë edhe pse sun e pam, e duam shumë. Edhe ndonjëherë tu lexu libër, tu përgatit diçka, njerit i lotojnë syt. Po shqyr Allahut na lotojnë tu kon vet aty me libër, e mos na lotojnë para juve se nuk o mirë. Atëherë njeri e ndajnë vetën dënise. Mendojsh se e bo dikushi, e në shejtani a di si të fryn të veshi, kajën e pak, kaj, jepi. E në qashtu, shumë xhamate edhe u mashtruan me vite, ato që janë në rrjedha pak me Turqin, ka vitet 90-ta, ishte një dexhall i vogël që vdiq në Amerikë, qashtu me të qajt me i mashtroj me miliona gjimtëri. Ulemat kanë thënë, prezencën e njerëzve nuk o merr edhe shumë e shumë me qajt. Mirë po tu përgatit dë njerë, lotojnë syt, apo njome në send, a i voglin pyet pse qajsh. E thonë, mur mali për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Tamam, ai është në kulm. Ama, Allahu Teala na nderojnë këtë dynja të bëjmë shoqëri që në xhami jemi zatek, në libra jemi zatek, në derse jemi zatek, edhe mas sa muje ose ndoshta me dikë me vite shifesh, po ku jebe, elhamdulillah. Atëherë, nëse kemi boksi raporten këtë dynja, me shumë gjasa e njëjtat në ndodhe dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për qatë mirë se keni artë edhe njerë të thomë këshumë prezencën e xhamatit, këtu na kajnë artë këshilli i xhamis 16 apo BISH që ishe në Austri, do me thënë në Vjenë. Na kajnë prejtë shumë mirë, na kajnë bo sejgji shumë të madhe, kështu kur thëmë shumë të madhe, atë shumin duhet me një 4 uja, me një 5 uja, me zgjat, që nuk e meritojmë qash, po elhamdulillah, pise emergjensis ashtë madhe, 2 dhoma hotelin a kanë marë për 2 veta. Atë muhabet ma për dhe kalzim, mas dersi, inshallah. Mirë. Tash do vazhdojmë me dersin Shifai Sherif. Këto derse ne i bon këto shoqni, për qatë duhet me jadit mirë vlerën edhe nderin. Kushdo që ka ardhë pi i larkë, Allahu e shpërbleft, edhe kur ktheni udhës mos na harrojni në për lutje, në për dua, sidomos për fëmijët tonë, amin. Këtë e lafë shusi amanet në çdo ders. E në kur nuk e thom, ta dini se me zemër kam desh ta thom. Se kjo dashni nuk paguhet, këtu s'ka asnjë farë raporti material. Kjo dashni vetëm për rizat Allah. Unë nuk kam kur një farë pozite. Ama kur thom nuk kam kur një farë pozite, alis kur një farë pozite s'kam. Do me thonë, tashmo, besim luma, s'kom edhe ndër, në klapa ta shkruj dhe një i punësuar dë kundi. Besim luma, UK, si ajo, kur nuk o dë njëni me ekip, NA, gjë ajo. Pa ekip, free, FA, free agent. Pa ekip jam, elhamdulillah, ju vejni ala, njëni, do me thonë, ju keni lidhë zemër me këtë ders. Kush lidhën zemër me ders e me libra, nuk lidhet për këtë punë materiale. E nune ditë e natë e falenderoj Allahun që kam kësi shoqënie, që pa kokë interesi material, mund zate kemi edhe të këmbim dashni, po edhe dije qitape. Nëse ju kujtohet dersin e fundit, tema ishte lidhje me disa emra që Allahu Dhul Xhelal, emrat e tij, ja ka shpreh edhe pejgamberit ton të dashur, sallallahu alaihi wasallam, po tema do vazhdoje bëjgji gjatë, unë thash besoj se mo e kuptum temën, do emra që Allahu i ka mund t'i përdorim edhe për pejgamberët. Mirë po atër dë ndronte,
kuptimi dhe aludimi ati emri. Kishin bet të emri el ewel o el akhir, i pari dhe i mbrami, që për Allahun kur përdoresht do thot ai që s'ka fillim, ndërsa për pejgamberin i pari që është kriju në botën e shpirtnave, el akhir i fundit, ai që jep gjithçka e fund, pra Allahu dhul xhelal, ai që do t'i zhduk gjitha sendet, ndërsa për pejgamberin ai që do të visi pejgamberi i fundit dhe sheriati ati do dominojë mbi fet qera. Duke dit rrethin tim apo hallet e xhamatit, se jo çdo kush i është hoxh, po ndoshta edhe hoxha mund të ketë kësi halle. Në komentin e Molla Aliul Qarit kalontin i lutje shumë e bukur që përmenden që këto emra, el ewel o el akhir, që pejgamberi a.s. kështu na ka mësuar të lutemi dhe shifni në fund çka është shpërblimi asaj edhe në këtë dynja, jo vetëm botën tjetër. Këtë lutje mirë është me e bo. Allahumme, o Zoti jon, entel ewel, tje el ewel. Felejse qableke shejun, para te nuk ka asgjë. Allahu Teala s'ka fillim, nuk mund para Allahut të ketë dikushi që t'i japë ekzistencë Allahut. O entel akhir, ti e i fundit, pra ti që s'ki e fund, gjithë shkaje do t'i japish një fund në këtë ekzistencë. Felejse ba'deke shejun, pas te nuk ka asgjë. Pa kështu është edep njëherë me lavdru Allahun, pastaj me ja shpreh ato nevojat dhe gajlet që i kemi. E treta, u ente dhahir, felejse feuka keshej, ti e dhahir, ti e i dukshëm, ti e shumë i qartë se e Zoti jon. Ka mos ta kthejmë fytyrën, shohim nga thujemnin nga etheret, shohim nga gjurmët e madhështisë tënde. Lejse feuka keshej, mbi ty mo nuk ka asgjë. U entel batin felejse dune keshej, po ti edhe i brendshëm, dënjerë edhe i padukshëm, me dhatë Allah nuk mund të shohësh, dhe lejse dune keshej, pa jashtë ate nuk ka asgjë. Si jashtë Allah s'ka asgjë, neve ketë jemi të përkoshëm, një ditë do të zhdukemi, atër ekzistenca më e realt është e Allah dhul xhelal. Tash a i lavdrum Allahun me këto isme, el ewel, o el akhir, el dhahir, el batin, iqdi anni dejni, ja Rabbi, më bëj nasib ti paguaj borxhet, u eghnini min el fakri dhe më shpëton nga fukaralajki, më jep pasuri. Hoxha em në thoshte, elhamdulillah që s'na ka ba Allahu as të pasur e as të varfër. Vërtet fukaralajki e prejsh punën, ta prejsh edhe sjelljen, ta prejsh edhe mbështetjen të Allahu dhul xhelal. Po edhe pasuria, ta angazhon shumë, ti prejsh ibadetet, tjetë dë një namaz në kaza, tu shku andej qoshem qosh dinjas për një dynja lek, avioni ajo kjo, edhe mu nëse mdodhi e në 10 sekonda kishin bet mod dale, edhe nësi ndjekim me sekonda, 10 sekonda kishin bet dale namazi akshamit, që ka një mendim si pas imamenit, mund pak ma vonë thire jatësia, nese në ta marim atë ma stabile që është, 10 sekondat e fundit në për kamët e udhtarve kom falë akshamin. Sa dola pi avionit, a e bie në atë si crevë gjio, jo si tunel. Sëm priçat vazhdoj deri atje se në 10 sekonda, asi është parimi, deri sa s'ka ju namazi qeter, Allahu ekber a thae, e mbrita atë namaz. Më pejt një hoxho për 10 sekonda si e fale namazin. Nuk duhet ta mbarojsh namazin. Mjafton, vetëm te sabahi nuk është kështu. Te sabahi duhet t'japish selam, deri sa është vakti i sabahit. Nëse t'zet t'u fal namaz, lindja e diellit sabahi u prejsh, edhe njerë duhet ta falish kaza. Bëhet fjalë për namazin e akshamit, e në pak dhe hynë të jatësia. Kalabalek, deri sa të parkiret, avioni, nuk u ajo një goth dish, avion ajo postë, gjim cati nuk u parkir, sa e qeli derën, ama gjithëm those, a i gjithëm those ki, s'ka, dritë e shtrova, gjdo njeri që kalonte, ma bëjte, shife këtë ku falet, më shajtën, vërdal, më ofendun, Jasini ke, nejse, Jasini, kalëzojni se ka dera qëtëra, e din, anë, mo mendoj se ja kina më shel derën, u i thënëm me Jasin, që, vaj. Allahu ekber, u lidha që aty, me shoqe, me fmi, me kofera, me çanta, ka hunda mdull a i udhëtim. A shkojsha dhe në Istanbul të qoja të nemen të në naven, nuk shkova të shëtis, as dhe një pun të kryej. Nga hunda ketum dalë se ketum hik një namaz, së nja falqa vitit.
Hoxha kallzon ders, namazi, vetëm gjumi, se i thonë asaj, kur je në qataj ku je, po, në spital, në komë, se i thonë, në koma. Në koma kur je, thënë kur si e në vedia, ato tolerohen, ama unë në vedia jam. I zgjum jam, ment i kisha, e lam lë për pak dhe qmendesh, apo hajt, së më pëlqynë sjelljet e atinë, mashkëll ishte, femën me kanë, ish nuk folet, kur mund të fali namazin, jo, se problem ashtu. Me mashkëll fola, shumë palizja jo sjellja, din. Vakallzojmë qifin aty në botën tjetër. Me lajqet vakallzojmë, s'ka nevojë unë vakallzoj. Pika erdhëm këtu tash, hiç nuk e di, po me pasurit madhe, një namaz në ngushtohet, e hikish një namaz, ene nuk jashoish hajrin hiç asaj pasuris, apo qati udhëtimi, qati biznisi, se për ta bo qatë punë e hike një namaz. Për qatë gjatë udhëtimeve ju lutem namazet kini kujdes. E më undo dhe qenë stadion, a shkove gjesh këndin të qëllish, fale beloq ka shkomi, që imam kije, duli imam njeni, ka shku, 3-4 veta janë fal me xhemat, ku ka ma bukur, e ta shojnë, e çfarë daveti jo kjo, do shta mund dikoj qaj gjes ma shumë se 100 derse të një hoqës. Në stadion, Allahu Ekber, mu vajnë bare, vende publike falni. Nëse të ze vakti ngusht tash, mo shko me kast në ploshtat tash të falesh, tu i pa gjithë të xhamia, apo, nuk dhe jemi nesi ato vlogerat, a i koreani më ka hi nerva ku dhe shofat, më ka hi nerva i Kim Omar, si e kishtë emnin, me këto Turqis pak, mdele dhe mund internet, a bo musliman dritë nesër minë ploshtat falë namaz, po ezbe digjen shpullat, rrugat që njëherë, nuk është shufeja islame, gjithë të xhamia i kije, e inqizon nëne e vetë si dhe reagoje se a bo musliman, të ja për show e bone këtë islam, a për gje e bone. Mirë, të këthemi edhe njerë të duaja, o zot, ti e ewel, ti e akhir, ti e dhahir, ti e batin, na i largo këto borgje që i kemi, dhe na shpëton nga fukaraleki, na je pasuri. Ndë njerë flasish me dëni dashamir. Vjen, donë të qaje një dert me hoxën, se i vejnë merë njerëzve. Dhe kjo është vërtet për tu qmu. E ne o gjallarët këtë duhet të ashojmë si një nimet, në me thanë ky të qunë të njeri i vlefshëm, që ndoshtë të pranojnë lutjet të Allahut e kje pozit, që e ndanë me ty t'i thush, ja rabi shpëtoje këtë nga këto borgje. Dhe të regon njeri ama me busqeshjet madhe, me disponim ashtë bukur të përmen, hoxë, bom vedua se pak janë ngushtu të punë. Sa thash, po një 65.000, 65.000 është ta dinar, thash 1.000 sa euro i vejnë, a bese nuk o diqe, jo tha, euro hoxo, e ndrit mu ngushtu që aty zemra, se unë ato shifra nuk i kam pabile njetën time, e ne nuk du t'i shof, elhamdulillah, hoxo em si tha, 65.000, po thot i pres një 95.000, pi aty di bloj këto një 30.000 do mjesin, e ne mendojmë tash me vetmi kur isha, nuk parati, ja hecish, mashallah, inshallah, kështu. Ama unë i kam ndryshe bindjet në këtë jetë. Për mu, të kijem sa të ha më vdes, të kijem libra, të kijem gjemat ku do mbajt ders, një 2-3 talebe të kijem të ndaj këtë dije me ato, për mu që ajo pasuria ma e madhe. E në thëm, ja rabi, elhamdulillah, me qka na preokupove neve, po ka nevoj edhe për kësi musliman, se aj, ma pa ku e dish me zeqatin dhe mbajt dhe një talebe. Aje pagun hakin e hoxhës në për xhamia ku përlahen njerëzit vejnë policia, gjithë bëjmë qashtu, rethana tona, që kjo janë. Ama barem xhamia, ajde ndërtojnë ndoshta minaren, kjo qetëri ta paguajt te pikun, sa duhesh ka edhe ashtu, edhe kështu. Ama shqyqyr ja rabi që na zgjodhen nga këto. Ju të paktën që jeni këtu, këtë mund ta them kështu. Si shok va thëm. Ndajni dertet me mu, unë nuk ngarkohem, nuk thëm, ave ma mur vaktin ma prejshi disponimin, ndoshta pak më prek emocionalisht. Ama i lutem ja Allahut, që këtë lutje bonja, hiq mos e kini gajle me lejnë Allahut, bindu një njerë se lutjet i hapin qelset e thesarve të Allahut. Ato rejskat që s'ka se presish dhe të vejnë, me dua. Bështetun që këto lutje, Allahu Teala do t'i hape dyert, po edhe një kusht, men yettaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sefte do bosh takva, di hikish haramit, Allahu Teala do të mësoj ma pa që këto lutje, apo do të mësoj dhe një menaxhim që t'i shpëtojsh borxheve, apo të hapet rejska ma shumë. Kjo sa i përket dersit të kaluar, vazhdojnë edhe disa emra që Allahu t'i takojnë, po i ka përmend edhe për pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kalojnë edhe plot, e mo bohem si një hoxha efendi ka pas është zhvilluar vaktin e perandorisë osmane. E një hoxhallarët që kanë dalë vaktin e Abdul Hamidit xhamat janë dhuratë e Allahut.
Diktohet se Allahu e din hikmetin. Abdul Hamid i dhe sultani i fundit. Në duart e ati e bën nasib niveli medreseve të hip shop nalt, ama shumë nalt kanë qenë. Këto a dini kush janë? Stërgjysh jo, stërgjysh jem. Keni ngjuar ndoshta hoxho, katun të ke pat dëni stërgjysh hoxh, ama ka shku në Stamboll kam cau për hoxh, ta dish se ka qeni nivelit shumë të nalt. Qa jo gjenerate o gjallarve. Vejnë mapa, prishet perandori Osmane, shkatrohet kitë islami, e u desh në bajt gjallë feja islami, e me atë dije shumë të nalt në bajt. Me këshu ne, mos u trishto, për mirësimi zemrave, me kësi pralla nuk mbajt islami. Më vajnë kesh gjë e thonë këtë. Se calin bibliotekat tona e kemi, apo në radion e lishojmë librin meza, mos u trishto. Këto e në muabetet caullësh, këto e në caullëve tonë që duhet valishojmë. Ne bura që i kemi ka 40 vjetë, pret fëmija jonë në islam, qopit e baba jem, me mos u trishtoja, me muftimenka nuk shkon, me Numan Ali Khana nuk shkon, shkom gjitu po ishtej, shkoj jem një ishala nuk më preke, zeten edhe, këto derse tona njente, ato nuk dëmbrin ishala, shpresoj, me uzatek normal, një respekt e kishim bo, ama ka një shqiptar të tillë që mbajnë derse qati niveli, ves më u trishto o loqk, e më u trishto, Molla Xhami kujtim bet, usul fik kujtim bet, Miratul Usuli kujtim bet, mbetën ato, në për biblioteka, kitë marimanga, mbetën ato qitape, duhet lexohen, po mbare është Miratul Usulin mos e dije sot hoxha, mos u trishton lidhjes kom me ato libra. Si ja ka bo hoxha Efendia, ka shku ka blet një gjaliri do libra, e ne ja kallzon imami Xhamis. Imami Xhamis kur thom që i ka mbri ato xhallart e vaktit, imam me dije kështu, imam me pesh, i din këto libra unë që i përmendi. E ne ja kallzon hoxha që këto libra i kam let, ja ka ba, i ke bo promet ati. Promet i ke bo ati, shqyqyr. Një vlau musliman, promet i ke bo. A i ke blet një këmish, a i ke blet një majc, a ke blit shtraf në një, që gje punojte me atë lombën, unë isha kur ta bëna pipip, po, ha i ke bo promet një muslimani, ha një liber e ke blit. Jonë do libra që nuk du t'ja nënshmoj askujt veprimin, apo thujemin, si i thujshin, nuk veprimin. Mundin, bravo, mundin nuk du t'ja nënshmoj askujt, ama me këto nivele nuk mbajt një islam që u shkatru, erdh një zullumqar i math e ne i vari gjithato xhallar. Me këto mos u trishtoj i pari, unë e hiki. Ama kur e kije shalin, gje ka mbajt dë një shekhull islam vaktin e Abdul Hamidit, besim të nders thaje qafije, thaje Molla Xhami, hajde shtej, të e përktheve shifa i sherifin e Kadijadit, hajde shtej, me ndodh, kush do duhet marrë përgjithësi. Allah ja Rabi më nas provo, ne të parit jemi që dë, ajo, s'diskutohet, ama ku e dish në atë moment, njëherë ndodhe. E qaj hoxha Efendi nuk ka dit bash mirë të shprehet, s'ka pas oratori, kështu që kish jetu sot, e në t'janë nxerish ati një video, e në që këtune që va përmenda emrat, sigurisht që muslimani sot që më dë thoshte ki s'dika kur gjo, që ku sho hoq. A ki bën zina, ki ka të shkoj e lombën, njëni pi atyune, s'ka lidhje tash emna nuk dë përmendim. Mos i mendojni ato. Sa mund t'jetë takva një këngëtar, një raper, qaç mund t'jenë takva edhe këto që shëtisin botën me miliona vajza që zateken në përderse. Nefs nëse ka, o loç pejgamberet nëse kanë hik, pejgamberi jo nëse është lut mas namazi, ja Rabi na ruaj nga sherri i grave, femrave, mos bijem, Allah i na ruaj në ato fitne. Mos ashtu, ka në njën Turki, Kok Hoxhaleki s'ka studiu, miliona shikohet. Nuk do të ndaj me se cëllin dhe those hoxha ja pas ka i natin. Një beloq, kuna, gjenja dia tres që shu si ju të sinqert. Së më interesojnë. Rendi math. Pse? Dhe nënshkruje një liber që e ka nxjerr filani. Filani si maneken i vejshet, frizurën, dikil gel, majcën e ngusht, musklat i duken, në kësho si unë e plak, zamët më kanë paj kadal, ja si dukem, hukubet. I vejshet dzis njeri, e ne ma kalzojnë videon, rendi madh, ndoshta 100.000 vet, api 100.000 99.999 vajza. Një mashkull ishte ai sigurimi, xhirejt e sigurimet. E po, ku shkojnë këto punë, o gjema? Ta dhe kishe pranu gruaja jote të preset disa të gjimës rend. Kuptoj se ajo vajzë është beqare. Kupton, nëse o e martu me kuelen buri, që ku e ti mare në shkrim një njeri, se kështu e përmend mashtin me diçka tjetër. Duhet jemi sinqert
nivelin e islamit ta marrim për ditë. Dvit është e tema, ki Hoxha Efendi, Omer Nasuhi Bilmen e ka pas emnin, s'ka pas fort oratori. Prandaj dhe unë tash i kcej këto hadithe, mo them po këto informata që të kalojnë do emra tjera, tu referu se mund të referojni të libri. Edhe ki Hoxh, ka mbajt ders, dhe kër e ka pas e nuk shkon, velhamdulillah Rabbil Alamin, xhamat kujt intereson më tepër, i kom shkruajt e libri. Atë libër besoj se çdo shtëpi, të paktën që din pak turqe e ka nëpër biblioteka. Byk Islam ilmi hali. Shumë ilmi hali i mirë është. Omer Nasuhi Bilmen. Se dia është përkthy, mund të edhe është përkthy në shqip, po ato që din turqe lirisht byk Islam ilmi hali atë ta marrin. Edhe unë tash si ai Hoxha thom, jo se s'di të flas, unë di, ama di të flas on muhabet e palidhje, se ilmit nuk jemi neve çat shumë. Po që kam kalan më tepër për shtypje, një emër tjetër i Allahut është El Weli. Allahu Weliju ledhine amenu. Allahu është Welija. Weli, ne kemi emën Veli. Mulla Velia i dobrosit, Allah e pat më shiru. Amin. El Weli do thot ndihmës. El Weli do thot për krahës. El Weli do thot ai që të ruan, apo edhe dost, edhe shok. Ka disa kuptime. Allahu Teala thot, Allahu Weliju ledhine amenu. Allahu është Velia, dosti, ndihmësi i atyne që kanë besuar. Yukhriju, si është Allahu ledhine amenu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri. Allahu është dosti jon, është ndihmësi jon që i nxjerr besimtarët nga errësirat në dritë në nur. I nxjerr nga diskotekat, i bien në mexhlis të ngjojnë ders. I nxjerr nga vendet e shëmtuara, i bie në xhami të falin namaz. Neve të shekullit 21 këtë jetë shumë më bukur e kuptojmë. Nga errësirat, çka do të thotë? Në ato kafiçat ndër tokë, adin me shkallë të poshtë, ku veç miu hyn, staori hyn, e ndëri bubashk hyn gjimnazisti viti i 2, viti i 3. E ne përdor dosende që s'duhet përdoren, ama Allahu Teala nxjerr pi aty, e bie te një hoxh, pa keq kuptime, vetëm me hoxhallar ndodhin këto nure, këto udhëzime, dhe bëhet halis musliman i bukur. Po ka thënë edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, ene weliju kulli mu'minin, unë jam velia i çdo besimtarve që. Allahu thot, Allahu është veli, pejgamberi thot, edhe unë jam veli. Pra për krahës, ndihmës, ama ju ai që dhe krijoi ndihmën, po vetëm që mund t'i ndihmojnë në aspekt material, në botën e të krijuarve, besimtarve, apo dost më të madh se pejgamberi jon, nuk kemi. Po ashtu Allahu Teala thot për pejgamberin, en-nebiju eula bil mu'minine min anfusihim. Eula është ism tafdili i welijës. Eula, më velia, më shoku, më i afërmi për besimtarët se sa ata për veten e tyre, ja çfarë ajeti ka në Kur'an. Pejgamberi është më weli, më i afërm për neve se sa ne për vetet tona, subhanallah. E ne kë e kemi pejgamber, kë e lam anësh, abe se synnet, nuk o farz, themi, e çfarë pejgamberi kemi. Neve si e kuptojmë këtë ajet, shifni pejgamberi alayhis salatu wassalam si e kupton këtë ajet, që ishte tema e borxhit parës rastisht që kaloi. Kur ka vdek dëkushi, edhe s'ka pas t'ja paguje borxhin, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka lexuar që këtë ajet, en-nebiju eula bil mu'minina min anfusihim. Nëse s'ka pas ki mundësaj të paguje borxhin e vetë, gjali vetë, gjali mëndës vetë, nejpi vetë, s'kajnë mundësi t'ja pastrojnë borxhin këti rahmetlis, Allahu për mu ka thanë, është më prioritar, më i afërm se sa vetja e vetë, kush vdes, e ne s'ka mundësi të paguje borxh, levaje unë t'ja pastroj borxhin, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kështu e kuptoj ai këtë jetë. Këtë kena pas në pejgamber, këtë kemi sot e kësaj dite pejgamber. E pak të mendohena. Kë e lexojmë, kë e hulumtojmë më tepër këtë jetë. Rezultatet e ekipave sa na interesojnë, sa na intereson jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E po ashtu pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men kuntum maulahu, maula. Vjen pram nga rënja weli, maula, dost, për krahës. Men kuntum maulahu fa aliyun maulahu. Kush më ka mua maula, kush më pranon mua si dost, pa kush e sheh këtë pejgamberin e tij si ndihmës apo të dashur, edhe Hazreti Aliu qoftë me ulaja i tij. Pse u ndala këtu?
sot shijat këtë hadith e keq përdorin, se i marrin kështu, çka u konvenon atyne për me i arsyetu akidet e tyre të devjuara. Thujnë që pejgamberi e ka zgjedh halife mas veti Hazreti Aliun, kështu që Ebu Bekri, Omeri edhe Uthmani radiallahu anhum ja kanë vedh hakun që nuk është e vërtet se fjala meula nuk ka të bëjë me halife laikin. Ka ndodhur një mosmarrveshje mes ushtarëve ku ka qenë Hazreti Aliu komandant, pejgamberit alayhis salam kur i vjen informata thot kush më pranon mua si meula, si dost, e në Alin e ta pranoj si dost. Ashtu është, themi unë e kom dërgu, shko te filani, krye qatë pun. Ai po u kthye keq me atë, po u soll keq me atë, ajo kthehet te une, apo? Ai ke dosti jem. Unë e çova atë ma krye këtë pun, te ju soll e keq me atë, do thotë e pas ke problemin me mu. E neve jemi dostat e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ne o xhallarët mundohemi atë të dashur, ta bëjmë të dashur dhe në xhamat. Te kur silesh keq me hoxhën, kur e shajsh hoxhën, në xhamia ndodhin këto. Ama hoxha që ka meula pejgamberin alayhis salam. Tamam. Inshallah edhe ne qofshim pi atyne. Allah ja Rabbi këtë munde që japim na bëj shkak të afrohemi më dost më velit bona me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Edhe me ty ja Rabbi. Këtë hoxh po e gjete në shajt e ofendove të pas ke problem me hoxhën, të pas ke problem me Allahin e me pejgamberin. Shumë hesap i thjeshtë. Po ndodhi, si i përmendim këto. Me vludi, hatnja. Atër, ato le ti dalin zot vetes. Më kom lip pide kujt pare dhe njerët për dhe një me vlud dhe një qilimit të vit. Nauk. Bilo ofendohem, kur e shof letën qilimit të vit, për të izdike ala të shu ish qilimit të uhinin. E në gjika bajo plaka gjynafja, që këshu që vetëm i kina rjep gjematin, po duhet qilimit të ujt, duhet qilimit të ujt, se kushton që kaq, gjika bajo gjynafja, 70.000 heri vajnë thush për një jaf, la ilaha illallah, se di au për një jaf, ama 70.000 herë, kalon, ka, nuk e mohit qilimit të ujtin, kalon edhe në për qitape, ka edhe bas, edhe nga Kurani, nga Sunneti, ama duhet njerëzit të adin që ka është qilimit të ujtin. Plaka gjynafja ka matë të spajt. 70.000 herë ka thanë qelimi të uhit. Hajde shte. E po pare t'ja more be hoxhe efendi, pse si jamsove gjio qelimi të uhit. Me vludi, po gjio me vludi pak vas qarojmë gjemati, vesh ta këndojmë përmendesh nuk ka dë një shtos. E në une tash bohem interesant. Të di pale tash nuk dëmdun mu. E në këto gjijë, thithin nga me vludi, e naj që e shanë me vludi. Sa i që e shanë me vludin e shep, besimi ka ders pro me vludit. Bie liber aty, bie argumente pro me vludit. Ki qetri të mithnohet, hoxha thot më lip pare për me vlud, e në mbesim neve. Qashtu është. Për herë duhet jesh bejnë el ifrati, u e tefriti. Ehli sunnet. Allah ja Rabi më në largon nga kjuru. A është gjynat mare pare, nuk është gjyna. Ama jo të bëhet qëllim jeta ajo, edin? Jo të bëhet kur jemi në zyrë, musëm ka ndodhë, ama kalzojnë kolegët. Dobet këtë moj. Dobet këtë moj e gjitha. Pse shpëtuj gjyshijot në betë gjallë. Ti, dobet, që ajo i vajnë o lërë. Edin, nuk duhet këtë të bëjmë qëllim jeta. E kjo edukohet pin medrese. Vite i parë medresantin e bjeshte, i thuish hoxha, paren duhet të ketë si një gjubre këshu, edin? Si një nevoj të vogël, nevoj e madhe, tash duhet të bëjsh, s'ke gjit bëjsh, duhet, vejnë ajo. Qash duhet parja, din? Sa për tisos do nevoj elementare. Ama kitë jetën të planifikon e shpinë si pas tualetit që dhe bëj. Për nuk bëhet ashtu, bet tualeti bëhet me një qosht, shpija se najtë. Vesh në punën cevat, me rëndësi. Ajo qetra, saloni duhet kuzhina, po, hodniki, ato na duhen. Mirë, e pasi, i numëroj edhe disa emra tjerë që unë ju referoj këtheni të libri, inshallah, që janë përdore edhe si emrat Allahut, po edhe për pejgamberin alayhis salatu wasalam. Tash thot Qadi Iyadi, thot në fund të kësaj teme, do ta shpreh një pikë të rëndësishme, të hollë, që mos bëje vaki dikush që është më i dobët me iman, apo më i dobët për me i kuptu këto tema, mos e përngjasoj Allahun dhul xhelal, që s'ka sherik, s'ka ortak, s'ka të ngjajshëm me të, mos e përngjasoj me ndonjë krijesë, shkaku i jo ngjajshmërisë, po pse përmendet emri i njëjtë. Emri i njëjtë mund të përmendet vetëm shkronjat janë të njëjta. Kuptimet dalin ndryshe kur përdoret për Allahun
dhe kur të përdoret për një pejgamber të dashur sallallahu alaihi wasallam. Thot, këtu e kemi argument kryesor, ajetin lejse ke mithlihi shej, nuk mund të ketë si Allahu asgjë, si mithli Allahut. Allahu ka mund të thosë edhe kështu, lejse mithluhu shejën, apo nuk ka asgjë si ai. Drejt ta bjerë vetëm fjalën mithl, apo ose lejse ke Allahi shejun ka mund thosë. Po ene kejën e bie, këtu harfi ke është për krahasim, për me përngjasu. Ene mithl i vjen si, yani kështu kur e përkthejmë shqip, nuk ka sisia e Allahut dënë sent. Po thuj nuk ka si Allahu dënë sent. Me fol shqip. Arabisht këtu ka një qëllim. Nëse mohohet mithli i diçkaje, atëherë si ai absolutisht nuk mund të ketë diçka. Arabët kështu e kanë thënë një proverb. Një njeri si tej nuk gënjen, apo tej duhet të jesh musliman i mirë, i matun, apo ose një njeri bujar si ti nuk bëhet koprac. Yani jo vetëm ti nuk bëhesh koprac, po edhe ata që të ngjajnë ty e nuk bëhen koprac. Atëherë ata që të ngjajnë ty nëse nuk bëhen koprac, tej hiç më ish nuk bëhesh koprac. E Allahu dhul xhelal thot, lejse ke mithli shej, si mithli Allahit nuk ka kurrë. Yani nuk mund diçka të ngjajshme të ketë me Allahun, e ku mos si Allahit ketë diçka, dhe këtu ka një tenvin, shejun, ajo shkon në çdo aspekt. Atëherë, nalt, së një thush, poshtë, zetën së një thush, ngjaspt, mejt, zbret, hip, për Allahun dhul xhelal, janë këto të pamundshme. Pse? Ka ajet, Shura, ajetin 11, lejse ke mithlihi shej. Thot Qadi Iyadi, sa mirë kanë thënë disa ulema të zemrës, të thellë, muhaqqiqin, çka është tauhidi, me i bë tauhid, me njëshmëru Allahun, me bo një vetëm Allahun, është ithbatu dhatin gajri mushbihetin li dhewat, me pranu, me pohu, me bo ithbat, pleqton dhe kanë përdor këtë fjalë, me pohu se ka një zot, një dhat, një qenje, që nuk i ngjan qenjeve tjera. Wala muattilati min as-sifat, dhe këtë dhat mos e quajmë bosh nga cilësit. Allahu në Kur'an thot, Allahu edhe ekziston, edhe është Allahu, po edhe ai Allah ka do sifate. Neve edhe besojmë Allahun, edhe ja besojmë sifatet. Po i njëjti Allah ka thënë mos më përngjasoni me gjëra tjera, nuk të përngjasojmë ja Rabbi. Çka do që të na shkojë ndërmend një tipar atributi krijesave, ne atë menjere menjanojmë. Imam Vasitiu rahimahullahu taala kështu e ka shtu një koment. Nuk ka si dhati Allahut dhat, nuk ka si ismi Allahut ism, pra emër. Po pse është përmend emri i njëjtën për pejgamberin e për Allahun? Tham, kur përmendet për Allahun, mua ajo si me kon qetër ism. Kur përmendet për pejgamberin, qetër ism. Këtë mua e kuptum inshallah. Nuk ka vepër si vepra e Allahut dhe nuk ka sifat si sifati i Allahut. Vetëm thot mund të ketë përputhshmëri të fjalëve. Fjala mund të jetë e njëjtë. Për shembull tham shekur, apo dersin e fundit. Shekur, çka do të thoshte për Allahun? Ai që një vepër tënde të vogël, 5 dakika që e falish akşamin, ta shpërblen pafund në xhennet. Njeriu shekur i ke bën një të mirë, ta pranon dhe është mirënjohës për atë të mirë që e ka. Apo iftar që rasën, hotel bonsajgi, o çun insan, çfarë do të thotë o xhamat? Për çat më në insajet këtine njerëzve, se çdo njeri ka këto nevoja. Çdo njeri, më thon, po çdo profesion. Don ta sheh se dikush në atë profesion ja di vlerën. Ta i me të ta çdo mishteri, me ta shajt mallin, me ta pështy mallin, me ta pjas derën e dyqanit, në fund një ditë plasi që ne mshelish dyqanin. Me sardën janë të bëjë promet. Ne o xhallarët nuk e kemi atë këtu, po e kemi çe kështu. E tash thirr njeri gjithas sa i gi ta bën, kthehesh këtu ai. Kështu ta bën për 30 sekonda që e vënë në xhami. A be nash hec hup mu. A din? Kjo duhet për çdo profesion. Hoxhallarët tonë na thoshin xhamati e bën hoxhën hoxh. Ai mes pat neve njerëz kështu që të na respektojnë. Neve sonde vazhdojshim hoxhallakin. Besomni. Nuk mundet një njeri unë tu fol aty të më ndërprese dersin bla 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 të hajet nevojt madhe. Çat ere lishoj në xhami, o loçk. Tash te mund t'ja bësh atë dikuj tjetër se për çka këtë vllajën e vet, për çka këtë vllai i vet vjen pi disa kilometra, dikush i vjen e mshel dyqanin, dikush i sën ka prej veje, moti unë i kom kalau ato taj së nduroj. Te më dukesh moni përçmo.
Te i shko gjie dhe një hosh qeter bënja ato stila që gjinafi ka nevojnja 50 euro pi hat me standet i mare. Me ne, nuk, hiq, s'kom nevoj për ato. Ju jeni, sebeb Allah ju shpërbleft, tamam. Ki është thot qëndrimi me thebit të ehli sunnet vel gjematit radiallahu anhum që edhe ne jemi për atyne, Allahu mos në largoft. Imam Ebul Qasim el Kushairi rahimahullahu ta'ala ka thanë, ki për kufizimi imam Vasitiut ishte shumë i bukur. Pra shif, përmendim emrat ulemave gjematin, do pak koncentrim kjo, do pak nivel, pak më të nalt, apo. Me mos u trishtoj, a tham, nuk shkon. Imam Vasitin duhet të dish. Imam Kushairi thot ki koment ishte shumë i bukur, po thot do të ashtoj edhe pak më tutje. Thot si mundet t'i ngjaja Allahu dëkushi kur Allahu Teala është vetë krijuesi. Si mundet t'i ngjaje dëkushi Allahut kur ai send është i krijuar dhe është kriju për një qëllim. Çdo send që kriju në këtë dynja ka një qëllim dhe ka një sebeb para krijimit të tij. Pra, u desht për njeriun të jetë mjalt në këtë dynja. Allahu Teala e krijoi bletën. U desht ki e dije në këtë dynja i dërgoj pejgamberët. Allahu, pse, a ka dhe një sebe para Allahu që të egzistoj Allahu? Jo, shife sa thellë hyni agje. Pa hinin trua agje, prekën të nervat agje. Para Allahut nuk mund të kjetë diçka. Allahu dhul gjelal, kësa i thunë illet. Para Allahut nuk mund të kjetë dhe një illet. E në këtu i bën sina me ehli sunnetin bien desh. Neve jemi ehli sunnet, neve themi pite illeti mund shkojsh te Allahu. Tamam? Illet pra sebepet këtë dinja. Shife malin, deven, si na udhëzon Allahu. Shikojni ato, ma pa vërtetoni se ka një zot. A i thot nauk, pite Allah i shkojmë një illet. Njerë Allahi, nëse kjo shumë filozofike, neve ehli sunneti, besojmë se Allahu Teala ekzistimin e vet nuk e ka për ndonjë illet. Tamam, nuk e ka për ndonjë sebep. Allah i ekziston se është Allah, pik. A i pak sikur filozofski e kapën, e një pse duhet tijet një Allah e ne ekziston Allah. Jam kuptoj një pak e kapte me do e mos, detyrshmëria e ekzistencës. Nejse. Ato mo dëmbrim i shala matutje, e ne disa vite duhet për me hip këtë nivel. Mirë. Ndërsa Allahu Teala ekzistimin nuk e ka për dëni qëllim, nuk e ka për dëni sebe, prandaj nuk mund t'i ngjaje askujt. Ndërsa do dietar nga hoxhallarët ton, si unë kur referohem hoxhallarët ton, ka i thënë hoxhallarët ton, ka i thënë. Sa erdhi tema apo, shif një fjalë kur e përmendish për Allahun ka tjetër kuptim, për krijesat ka tjetër kuptim. Hoxhallarët ton, një dashamir më shkruan mesazh, mos e mirni këtë guzim o loçka. Ju maksimum mesazh mund të shkruani orës selam aleikum hoxha, ai e mirë, ai e i lirë, a mund të pajis diçka. Mos u mundojni hoxha ta gjetani gabim ders lutem korrigjoje, atë mund dëni hoxha. Lapsus ndoshta më ka hik. Me një ders si that, hoxha nuk thaje Hazreti Musa, stakfirullah, thaje Hazreti Faraoni, stakfirullah el azim, apo nëse kjo lapsus. Ama kam thënë në ders, unë mbështetem te hoxhallarët e vjetër. Hoxhot duhet mbështetna vetëm te Allahi, më those dëkushi se niveli është i mos u trishto. Duhet t'i thëmë mos u trishto se ka qëtër kuptim. Tash për tash mbështetna, shef? Kur mbështetesh te Allahi është se mbështetesh te Allahi, Allahi do të udhëzoje, Allahi do të krijoje, Allahi do të jape mirësi, Allahi do i krijoje sebepet e rrezikut tek shumë rast. Kur mbështetesh te hoxhallarët pleq, mbështetesh në librat e atyne, mbështetesh në fetfat e atyne, referohesh te ato. Tamam, copy-paste i marish fetfat e atyne, va përcjelish njerëzve. Në këto nivele ju lutem mos xhamati i derseve 7-8 vjet, mos bjere në ato kurthe të shejtanit. Një nga hoxhallarët ton ka thënë, ma te wehemtumuhu bi ewhamikum, çka do që imagjinoni me imagjinata tuaja. Wa ma edraktumuhu bi uqulikum, çka do që perceptoni me logjika dhe me mendjet tuaja, fa huwa muhdethun mithlukum, edhe ajo është krijuar një lloj si juve. Pra mos shko ta mendosh Allahun xhelle xhelal. Se s'narish o loç. Se mendja është e krijuar. E ne nuk do mund ta perceptoj diçka që nuk është e krijuar. Vetëm kështu, mëjmelen, shkurtimisht mund t'i besojmë. Pa një kuptim të vogël e kemi, po mund të ketë një dhat, një zot që është pa fillim, pa mbarim, që i krijon këtë sendet,
Ama prit ta kuptoj esencën, palcën, si për shembull të tepikut apo të mikrofonit. Cili për neve e din që përmban brenda mikrofonit? Mikrofonin se dim, Allahu dhul xhelal dhe dim. Për çat nuk është mirë me hyn ato imagjinata. Se çkado që imagjinoni është edhe ajo e krijuar një lloj si juve. Momentin kur tha, aha, po e kuptova, edhe atë nuk e ke kuptuar, edhe ajo është diçka e krijuar. Imami i madh El Juwayni ka thënë, imami Hoxha, një nga hoxhallarët e Imam Gazaliut. Kur i qetësohet mo zemra të një senti krijuar që ekziston. Thot tamam u qetësova, tash mo e kuptova. Shif, jo si neve u qetësojmë, i besojmë dhe ne pranojmë se s'u ne kuptojmë realitetin si e ka Allahu dhul xhelal. Ama një njeri që thot, aha, po tash e kuptova, në një filozof që mendon që si ka devijua i qetri para si ja përmende emrin. Ai është mushabih. Ai pa tjetër ta përngjasojë Allahun me ndonjë krijesë. Se imagjinatat tona mund të vizatojnë vetëm gjëra që janë të krijuara. Ndërsa ai që tu i hik asaj, aman mo e përngjasoj aty, mo e përngjasoj këtu, i hik dhe thot ka vetëm Allah dhe nuk ka asnjë farë cilësie, nuk ka asnjë farë sifati, e na i përfundon me kon muattile. A di mbajmë mend pak një nivel më lart të hypim. Ne jemi ehli sunnet. Tamam, ne jemi ehli sunnet. Dhe tash bëhet fjalë për dy vija devijuese. Njëna shkon tepër, tjetra pikë poshtë. Thënë njëna e përngjason Allahun, tu thënë po dhe i besoj kit ajeteve, kit haditheve, si kalojnë çashtu, e ne çashtu i besojmë. Ama thot në atë kuptim që kalon edhe në fjalor. Atëherë Zoti ka dorë. Hin fjalor shife xhiodora, dora që kjo, ka çashtu dorë thot. Kjo është grupi i parë i devimit, mushabih. Allahu thot është mbi arsh, si mbi arsh, mbi do thot diçka mbi diçka, çashtu e beson. Mushabih e përngjasove Allahun në ndonjë krijesë. Neve i besojmë, këto detaje nuk hym. Kjo është imani i selefëve. Këto detaje nuk hym. Tu e pas brenda se gjithçka që do i përngjasohet Allahut, atë kuptim e mënjanojmë. E ai qetri tash thot, Allahu Teala duhet jetë shumë i lartë madhëruar, e po i tha i mëshirshëm Allahut. E mëshira do thot nga zemra do thot kish ndjenja, Allah nuk mund të kish ndjenja, komplet e mohon edhe sifatin e Allahut. Çon muattile. Sot me emërtimet e sotit, ajo e dallon dersin e Hoxhës Besim, të parit janë vehabistët, dytit janë mutezilet. Tamam. Gjatë historisë islame çdo herë kanë ndodhur ndryshimet e emërtimeve. Donjëherë kanë pas kështu emrin, ashtu emrin, sot janë vehabi, vësë, mutezile, neve jemi në mes, ehli sunnet vel xhamat, Allahu Taala na ruajt imanin deri frymën e fundit. Nuk e përngjasojmë Allahun me kurrë. Duke i besu edhe argumenteve fetare që vijnë, Kur'an, sunnet. Inshallah këtë më e kum. E çaj njeri që i hik sajt parës, i hik sajt të dytës dhe më në fund me kat'ije, do me thënë, a themin e shqip, kat'ije, pa dyshim, 100% beson se ekziston një Zot dhe pranon që une hakikatin e këtij Zoti s'u arri asnjëherë. S'u kuptoj be, po s'u kuptoj. S'u kuptoj se unë jam i krijuar, Allahu Taala është pa fillim pa mbarim. Anderqi hakikatihi fa huwa muvahhidun. Ai është monoteist, ai është muvahhid. Ai ka bë tauhidin halis si duhet. E besoj, ama s'u kuptoj. Po si tash mbi arsh, s'u kuptoj ti. Vetëm dita mohoj atë që dëmçoj në ndonjë përngjasim, se Allahu nuk mund të jetë i ulur mbi diçka. Po Allahu mund të jetë edhe pas sifate, jo se i ka përmend ato në Kur'an, si ka thënë Hazreti Ebu Bekri, iman është kur ta kuptojsh se nuk kije fuqi ta kuptojsh. Kur dhe kuptojsh se s'kije takat ta kuptojsh, çajo iman. Sa bukur ka thënë Dhunnun el Misri, një dietar i madh, hakikati i tauhidit është ta dish dhe ta besojsh se fuqia e Allahut kur krijon diçka nuk është ashtu si thash, me ndonjë alet, me ndonjë sebeb, dhe veprimtaria e tij, arti i krijimtarisë, sana, arti i krijimtarisë Allahu dhul xhelal nuk lidhet me elementene, me përbërje, me alete. Për ta bënë një burek duhet një thek ta presish atë, ku e di tepsani duhet e kështu me radhë. Punët ne që i bëjmë na duhen elemente, për Allahun dhul xhelal nuk duhet kurrë. Po edhe nuk duhet me thënë se aha, nëse është Allah patjetër të bëjë kështu diçka, jo. Që ato mu'tezilet çfarë të bëjnë obligim. Nëse është Allah, patjetër ta krijojë më të mirën. Jo, nuk ja bëjmë obligim Allahut. Kurrë si bëjmë obligim Allahut.
Nëse është Allahu Dhul Xhelal, ai që ekziston dhe çdo herë duhet reflektoje me sifatet e tij, atëherë duhet edhe arshi të jetë pa fillim bashkë me Allahun, që Allahu Teala të bëje istivan bëjat arsh. Nuk ka shumë dallim për atyne të devijuarve qerë. Kush e thot këtë? Ibn Taymija e thot këtë. Këto janë derse që çashtu. Duhet hikim pak për atyne librave që bëjmë vetëm promet, e ti kuptojmë pak këto tema më të thella. Xhamati jonë se 90 vjet si vdiqen këto hoxhallar të librave të vjetra, u murën vetëm me qilmi të hujtën e me mevlude, na zunën terenin këto qerët me që këto tema. A vetë nuk i din çka janë këto tema. Besojni, këto gjemë të ri që vinë saft parë, aureti që u hapet, ama falen ndryshe. Besojni, ideën nuk e kanë kush është Ibn Taymija edhe Ibn Qayyimi. E marrin si Lamborghini me Porsche, vetë se ja kanë gjuhë emrin, mendon se është diçka. Elhamdulillah, janë ulema ndhej, rahimehullah, ama prap unë jam mangat Ibn Taymija se ki, vallahi billahi tallahi, kështu e thon. Ki kërkun nuk o me dije, ki më falë shprej, rrugaç e shoh me femna në përudh, vejnë saft par, o ti, po që motër mund të kjetë, na belash me motrën, nuk rejnë ashta njeri me motrën, më qëni të flasë palidhje. E ne kemi kalu ato vjetë. Mos e përlu edhe emnin Ibn Taymijas, nëse të bësh ka ato bonus si duhet. Sot mo ka pejk. Nëjse. Mirë. Thot, këto komente janë shumë komente të bukra, që vërtet e bëjnë tefsir, sikur që këtë ajet lejse kemi të lejshej, apo wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ai Allah nuk pyetet për gjërat që di veproje. Wa hum yus'alun, fiks njerëzit, robët e Allahut do të pyeten. Që ky ajet vërtet na i hap syt pak gjema. Neve na ka ndodhur në mexhlis kështu, ditët e para, çat që thon beloç, unë me ju e gjeta vitin si hoç, Allah ju shpërblet me gjema. Po ditët e para, edhe si vin njerëzit, a çel një diqon njëri prej çofxhika majca këmajsha. Me atë njetë vajte njeri, o ti te hoxha kur vish, duhet vish një sahabi që ka shku te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po këtu duhet vish me kovën e zbrazatve, këtu duhet vish kovën bosh, kova do thot zemra. Zemrën del, është bosh, e në unë e dë mbushi diçka nga kadi jadi, dhe ta mbushim zemrën, dhe shkojmë në për shtëpia, dhe pimpi ati ujtit të flatshëm të freskët. Taj nëse e ke pravat mbushët atë kovë, unë e qka do derdhi aty, ajo derdhet për jashtë, apo? E në kur gjës ke fitu? Me asin jetë nuk vajt në për mezhlise, hoqo ta prav në këtë shoqin, në ma kish kon të ato qeret, ka pak dyshime, gjima ke prav mu baj, kit me laqet dhe mi largoj për këtu, vallaj që ashtu është, po një njeri nëse ka këtu dyshime për ati që flet për dinin e Allahut, dyshon nëse flas për vetura, për dinin e Allahit flasim, ai hala ka në ta dini diktoni pisajve, diktohet njeri pisyve, e në unë diktohem të dëkushi nëse shikoj me dyshime kështu. Elhamdulillah, këtu s'ka dyshime, flasim rahat. Njeri ren me rezervatësh. Kështu e në gjonë dersin, po pse erdhe be gjallë? Pse erdhe? Shqyqyr shif në dzefët tash verë, një njerë ma pak, klima ma shumë dë frynë të flat, ne baren që s'kemi dyshim, dë reshim flat, rahat dë mishim frynë. S'kemi nevojnë të na bëhet kalabalek këto. E derset e para vishin. Hoxha, po pse Allah e ka bo haram këtë? O ti, te flasish me një hoxhi, Allah i gji ka thanën e pik, unë nuk jam për aty në mos u trishto. Unë jam për Mulla Mahmutit, unë qes ka ish, po shqyqyr hala nuk unë plaka, që ta kiem atë autoritet të nxjerrurit ka ishin. Ka ish ka nxjerë Mulla Mahmuti. Pak ndryshe ka pa një gjallë të u fal, se ka pyet kush i e i kujt i e. Ka ishin, usos puna. Në unë jam me qatë bindje o lërë. Nëse në qitab ka kalu, nëse ka një ajet kuranor, unë thonë, Molla Ali Ulqari nëse ka thonë, unë e aty e mbylli temën, Allahu Teala dhe those për kamatën haram, po hoxho pse? O ti e dish kujt i thush ti pse? Hoxhës nuk i thush. Allahit i thush pse? Wala yus'alu amma yaf'al. Allahit nuk i shkojnë ato pyetje. Po pse e ka bo Allah i haram këtë? Nëse parashtrosh pyetje për me mësu, hoxha, mund të mas qarush, ajo ka të një metodë qeter, ama i gishti këshon, para qetë se te i pak halan, nuk e kuptojsh se hoxha që ka flete ka thanat Allah dhul gjelan në Kuran. E duhet të i pasrojmë do gjera. E ma pa tjeta jo dora ashtu, botën qeter, me lajqet kapin, po pim bas, ama jo ashtu nësi e kuptojmë pjatë në basin, pika shpina del ka barku, jo ndë një organ qeter. Tamam, ne i keni ato mabet e atë dorë të Facebook, ato ne e kemi, stakfirullah. Pim bas, ta shpon shpinën nga barku,
piç aty e marrish ma pa fletoren defterin e veprave tuja. E në sebepi ma i madh është që ajo parashtrimi pyetjes me ankesë. Pse Allah i kësho? Pse Allah i ka do terbije si mund? Hoxha Efendi, mund të mas qarush se kuptoj këtë. Njëjtë si e bën Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Yani nga ky ajet mos e keq kuptojmë sikur çka ka thënë Allah, ne mos e studiojmë, ne, mos e hulumtojmë hikmetin e asaj. Jo, mund parashtrojmë pyetje. Sahabët parashtrojnë pyetje pa u përhap kjo fe me gjithkaç dije të thella. Tamam? Ama me këtë terbije apo. Pa pas asnjë far kundërshtimi brenda, veç duhet ta mësoj meselen, ja Rasulullah, mund të mas qarosh edhe që erdhën me miliona libra deri sot. Kanë thënë do dietar, shejtani të preokupon me pjesën e parë të këtij ajeti. Se këtu mund të ta vedhe imanin. Pse? Allahu thot, nuk i parashtrohet me pyetja Allahut? Te thosh pse? Wahum yus'alun, ti shife pjesën tjetër. Imam Begavia ka thënë, Allahi është Rab, ne jemi abd. Ai është Zot, ne jemi robër. Ai do parashtrojë pyetje, ne do japim xhevap. Ai na marrën hesab, ne do japim llogari. Çkaç? Me kët iman gjema mund të shpëtojmë imanin. Mirë, po megjithatë ulemat kanë thënë, ani ke kujdes, mos të preokupoje pjesa e parë me këto pyetje, duke dualizëm a skepticizëm, janë do akidet të qafirve, që edhim pse pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, mos pyetni deri te Allah, mas Allahit më thujni audhu billah se aty është shejtani. Yani si, kjo punë si, ajo si, e Allahun si, kush e krijoi Allahin, a mund parashtrohet kjo pyetje. Thuaj aty audhu billah se u përzin atë punë, shejtani na thot pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Vazifja jonë është lidhje me këtë ajet. Neve nuk i parashtrojmë pyetja Allahut për ankesë. Neve puna është se si do t'i pranojmë ato sprova Allahu që na jep. Themi na erdhi një sprov, Allah i na rujt. Një sprov të lehtë që ose më pak gjali duhet ta shësh në doktor. E tash gjali e shef doktorin si një dhimbje, gjilpan e shef, e ne fillon qaje, ati ki qif thush treku ja gjeta ilaçin se do qetësohet, se 3 net nuk e zo gjumi. Ai qanë ti gëzohesh, pse ti e dish rezultatin që të dale, fëmia jot nuk e din. E tash një njeri që i dhnohet me Allahun, apo qanë e vajton, si ankes, se fëmia që përdiset, apo nuk e pranon doktori. E ne nëse nuk dhe pranojmë caktimin e Allahut, jemi si e fëmia, nuk e kuptojmë se në fund ka dë një shpërblim, ka dë një shpëtim, ka një hikmet aty. Neve në ngjan, jemi si prindrit, si njerëz të mençur apo. Kur na vjen një sprov, me pranuat e në të shojmë ne si dë e kalojmë apo si dë qasemi me atë sprov. Jo të na interesoj pse Allah i na dërgoi këtë sprov. Se aty do të thotë me ingatru funksionet këtë dynja. Ne nuk erdhëm këtë dynja të marrim llogari Allahut. Ne erdhëm këtë dynja të japim llogari Allahut dhul xhelal. Ja Rabbi na ruaj këtë iman. Molla Aliul Qari thotë të referohem të Imam Xhuveinin e përmendëm parës. Tregohet se ka thënë ndoshta në Zemakhsheriu, po rrëfet kjo nga ulemat se ka ardhur një Hoxha Efendi, mund të jetë Imam Xhuveni ose Zemakhsheri e kështu me radh, me një qytet e thirin, që në Austria, në therin njerin vjen. Atër s'ka pas as YouTube, as televizia. Ama, se s'ka pat YouTube në televizor, nuk i kanë njoft futballerat, se s'ka pas as futball atë, po i kanë njoft ulemat, njerëzit me vlera, që i kanë dhanë dritë njerëzimit. E në ato kanë qenë halis të ndjekur, kështu ku ka udhtu dhe kondi, 200.000 veta e kanë prit. Sot një këngëtare e presin ashtu. Fakti, qatë e ka pru. E një grua e plak e shef se një kalabalek i madh do gjem të ri, hoxhallar shkojnë, fame madhe, të lëvaj e madhe. E në ndale pyet një gjallë të ri, thot, gjove gjithë ki kalabalek. E në i thot a i gjallë i ri, ka ardh imam, tash tregohet kjo, imam Xhuveni ose Zemakhsheri, ka ardh imam Zemakhsheriu. E gjithë se ka ardh, me gjithë i që i famshëm, ka ardh në mbaj një ders, 100 argumente se ekziston Allahu dhul xhelal. Kjo nuk o për të nënçmu. Kjo është për të studiu, ilmi qelam, që ajo i ven. Ajo plaka e aban, për gjim duhet, nuk kom dyshime se ekziston Allahi. Këto 100 argumente le t'i ngjoj ai gjika dyshime për ekzistimin e Allahut. Molla Aliul Qari thot, në fund thot, ju kthej në çeket iman. Ktheuni çekti imani, që kështu do të shpëtojmë. Ma pa i Talebja kur ja kallzon këtë në vesh, Imam Xhuvenit ose Fakhrur Razit ose Zemakhsheriut. Kujt i ka ndodhur kjo mesela? Hoxha Efendi e pam një grua në gjitha, kështu, fillon qaje. Në Nisabur kanë qenë, duket sot në Iran është Nisabur, si i thonë.
i ngre durët para gjithatin e njerëzve, 200.000 talebe. Kanë ardhur ata ngjojnë. Ka mund të referohet librin e vet, lexonja çka vëllim, faqe 250, rreshtin e 4. Si i kallzon ai ajetet. Çeptë në tamam. Me çatona helmun rinilbe, e zdrun autoritetin e hoxhës. E ne hipin bungee jumping bëjnë. Nëse fillon qaje para gjithat i kalabaleki, e ne i çon durët nalt, thot, ja Rabbi, imanen ke imani ajaizi nisabor. Ja Rabbi, na jep iman si imani këtine grave, plaka, hiq pa dyshime, plakat e nisaborit. Ska son të dersve, elhamdulillah rabbil alamin, ai për të merr. Shif, duhet jesh hakikat. E ne kur i dish ato argumentet ta pranojsh se ç'ki iman, është imani më i fuqishëm. Fshat edhe neve në këtë dinja kina ardh, jo ti parashtrojmë pyetja Allahut, pse ja Rabbi, po të themi ja Rabbi jemi razi, po edhe të lutemi, mos na sprovo me sprova të rënda. Kështu që e mbarojmë edhe këtë ders, dëshifemi javën tjetër me lejen e Allahut. Në fillim dersit kisha bën një jetë, po harrova, këtë javë kishim një rast vdekjeje në familje, pikërisht është burri i tezes, ne që i themi i nishte, kena pas raportet jashtëzakonisht mira, ma pa kur është njeri intelektual, e në kur bohesh hoq, mas një vakti, gjesh prehjet e ato, të kuptojnë, kemi këmby libra, më ka dhënë edhe do libra, e në kur diskutojshim habitesh se din, o loqka, ai që lexon ai din edhe për fe. Tamam, Allahu e shpërbleft, Allahu ja boft mirë, tash për tash në vorë, pastaj edhe në botën tjetër, na boft nasip me dhanë hesapin kollaj, po duhet me u përgatit për vdekje gjema. Me u përgatit për vdekje, këtë e thom kështu sinqerisht, për herë të parë hynë atë laj xhenaze, dhe ua kisha sugjeru antarëve të familjes të hynin në për gusulhane, edhe hoxhës i ndihmojsh, po edhe i ndihmojsh imanit tënd. Yani e kuptojsh se kitë këtë ka në kjo punë. Kitë kjo jetë, kitë këto gajle, strese, puna, nesër, gjali, shkolla, ajo, kjo, martesa, tarsma. Një të beshir i thunë asaj, ta lajnë gjenazën asën në vizish bile. Asën në vizish. Ujt i ftofët, ujt i ngrofët, unë e vendosi, te i sënë thujsh mos. Po pejgamberi na ka mësu si njeri gjallë se është trup i insanit, tama. Për qatë, tjetojmë mirë këtë dynja, t'ja dim shqyqyrin një metin jetës që na ka falë Allah, se edhe njerë nuk ka ardhjen këtë dynja. Allah u talë në Kuran në të legon. Me u adhan edhe një shans dhe kërkojshit, ja Rabi, këthem t'i bëj që ato veprat mira që se li kom bo. E Allah u në të legon se që këtë dhe kishim kërku, për që sa jemi gjallë, t'i bëjmë që këto veprat mira. Të kaloj mirë me hoxhallar, me musliman, edhe ashtu i komentar të familjes për e thujnë, kërko duajnë pi gjematit tëndë. E në kur janë gjallë, se kur kanë dëni smundje, po edhe mas vdekjes. Kështu që tash, edhe fati janë dhe e këndojmë si e mbarojmë dersin, po edhe ta bëjmë njetë, i nishte e kom pas profesorin Ymer Reka, Allahu ja fal taksiratet, Allahu ja bav gjennet, walhamdulillahi rabbil alemin, el Fatiha.